Përshëndetje, jemi në pragndeshje me Laçin, ditën e martë, 11 mars. Jemi në mbasjedhjes shortit të Kupës së Republikës, ku meqense trajneri nuk është prononcuar për të gjë, po i marrim një mendim të lehtë, pastaj vazhdojmë me ndeshjen e kampionatit. Përshëndetje, sigurisht shorti midis 4 skuadrave më të mira ose që kryesojnë kampionatin, që janë pretendentët kryesorë për Final Four, vjen tani më dhe në gjysmëfinale. Shorti na vën përballë Partizanit, një ekip me shumë histori, pavarësisht gjendjes që po kalon momentalisht, por duhet të fokusohemi për të marrë masa të paraprake për ato ndeshje. Afron ndeshja e nesërme kundër Laçit, një ekip që ka bërë mirë, pavarësisht ndeshjes së fundit që është mundur me Tiranën. Është një ekip që zhvillon një lojë të mirë, sidomos taktike, duke bërë një markim të gjithë lojtarëve afërsisht në të gjithë fushën, por megjithatë ne kemi marrë masat e duhura për të fokusuar sa më shumë ndeshjen e nesërme. Si vjen Ignatja në ndeshjen me Laçin? Atëherë Ignatja ka disa mungesa, janë 5, rikthehet Zejnullaj këtë javë me gjithë Voltajn, por mungon Ujka dhe Lushkja. Sigurisht edhe 3 mungesat që kemi pas, Malota, Aleksi dhe Ndreca, që vazhdojnë të jenë të dëmtuar. Megjithatë, ne do të bëjmë maksimum nesër. Sa mund të ndikojnë këto mungesa në këtë fazë të kampionatit? Sigurisht që mungesat janë, domethënë, ndjen në ekip. Mu më tepër më shqetëson mungesat që kam 2 javë kam një grup lojtarësh, javën tjetër kam një grup lojtarësh, po themi mungesa të ndryshme. Nga cili futbollist pret më shumë që ende nuk ka treguar potencialin e tij të vërtet? Ne jemi grup, punojmë grup, unë pres nga gjithë grupi, jo nga individi. Fitoria e fundit 2-0 ndaj një rivali direkt për titull si Dinamo City, a dëshmon se qëndroni mbi të tjerët në garën për titull? Nuk mendoj kështu, ishte vetëm një ndeshje kampionati, nëse ti do të përballesh në Final Four ose po themi në një finale kupe, ka doza të tjera ajo ndeshje, kështu që nuk mendoj që jemi vetëm ne rivalët. Përderisa ekipet janë të gjitha janë rivalë. Kurbinasit vinë nga disfata e thellë 4-1 ndaj Tiranës. A mendoni si u favorizon gjendja kritike e Kurbinasve në përballjen e radhës? Nuk ka favorizime, nuk është se ka shumë ndryshime në kampionatin ton, ose po themi diferenca shumë të mëdha. Sigurisht java që lam pas ishin me ngarkesa të tepërta për gjithë ekip, sepse ishin 3 ndeshje brenda javës dhe mund të ishte normale ndonjë shkarje, siç i ka ndodhur ekipit kundërshtar, por mendoj që nesër do të jetë një ndeshje shumë e hapur, shumë e bukur. Përveç kryesimit me 3 pikë më shumë se vllaznia e vendit të dytë, jeni skuadra me golavarazhin më të mirë në superiore, 18 të tilla. Si ndjeheni nga kjo diktaturë që keni vendosur në superiore sezonin e kaluar dhe këtë në vazhdim? Diktaturë Ishte në thonjë zonë. Ne është një çik nëse më vjen mirë që në ekipin tim shënohen gola, më vjen mirë që në ekipin tim shënohen gola nga të gjithë dhe më vjen mirë që jemi një grup që nuk luajmë për momentin, por luajmë për progresin. Duket se Final Fouri është përvijuar tashmë me 4 vendet e para. Cilës prej skuadrave i druheni më shumë, Vllaznisë, Dinamo Cityt apo Partizanit për titullin? Jemi të katra, sa po e thash, jemi të katra aty, kemi të paktën të gjithë kohës që udhëheqin te Kaça, sigurisht me një ndryshim shumë të vogël, por mendoj emocionet pastaj që dhuron Final Four është diçka tjetër nga kjo që kemi tani. Jeni skuadra që keni pësuar më pak gola në superiore. Merit e kujt është kjo? E repartit mbrojtës apo e qasjes defensive të krejt skuadrës tuaj? Është gjithë grupi. Ne kemi deri tani, kemi shfaq që ne gjithë mbrojmë dhe gjithë sulmojmë. Jemi afër kësaj gjëje, por mendoj që grupi është
Golashënuesi më i mirë i skuadrës tuaj është një mesfushor, Lushkja, me 12 gola. Mungesa e tij sa do duket? Atëherë mendoj që është pozicioni, sigurisht që Lushja ka meritat e veta. Mendoj që është aty ku duhet në momentin e duhur dhe pranoj shënon rregullisht. Sigurisht ne kemi bërë diçka të tillë, kemi një taktikë në kokë si grup për ta çu edhe topin në rrjet nga linja e dytë. Ju faleminderit mister, suksese Faleminderit. nesër në Laç. Faleminderit juve.